Përshëndetje të nderuar miq të DTV Medias, mirë se po takohemi edhe sonte në Info Day. Do flasim fillimisht për titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme. Patëm edhe dështimin e 36 të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, që nga mëngjesi pati lajme në lidhje me Tyminizi në termocentralin Kosova A, i cili ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë banorët e atij vendi, ku tha se nuk ka filtrim të ajrit në atë zonë. Pashtu do të kemi edhe temperaturat e larta gjatë kësaj jave, por për këto dhe shumë detaje të tjera, se çka ka ndodhur sot në vendin tonë. Do të ndjekim titujt kryesor të lajmeve për t'u kthyer me musafirët në studio, ku do të flasim për tema të ndryshme. Ministri i Brendshëm në detyrë, Xhelal Sveçla, ka deklaruar se politikani serb në Kosovë, Aleksandar Arsenjević, të cilit i është gjetur armatimi i rënd ditën e djeshme në Zveçan, nuk ndodhet në Kosovë dhe se është në kërkim nga organet kompetente. Tutje, Sveçla tha se sipas informatave që ka, janë mbastisur edhe 3 shtëpi të tij dhe familjes së tij. Sveçla ka treguar se çka tjetër është gjetur në shtëpitë e tij, duke theksuar se kjo gjë tregon se Arsenjević ka qenë i kërcyer në krim për një kohë të gjatë. Ai nuk ndodhet në Kosovë. Organet e ndjekjes që janë në kërkim, në momentin që vjen territorin e Republikës Kosovës, do të ndalet atë pastaj është policisë dhe prokurorisë. Sipas informatave që më janë dhënë, 3 prona të tij dhe të familjes së tij janë mbastisë dje, ndër të tjera janë gjetë edhe pajisje për mining, për kriptovaluta, që është shkelje doganore, një jelek antiplum dhe disa gjëra tjera minore, por gjë që tregon që ai ka qenë i kyçur në krim që një kohë gjatë. Zëvendëskomandanti i policisë së Kosovës për veriun Veton Elshani tha se person në interes të policisë është Aleksandar Arsenjević, duke mos dhënë më shumë detaje. Policia e Kosovës, në bashkëpunim me AKI-n dhe prokurorinë me monitorim nga KFOR dhe EULEX, kanë kryer sot një bastisje në Vallak të Zveçanit, ku kanë gjetur një sasi armatimi në një objekt që dyshohet se i takon kryetarit të Partisë Demokratia Serbe, Aleksandar Arsenjević. Gjatë bastisjes së djeshme në Zveçan, është gjetur raketa hedhës dore, zolla, granata dore, tromblon, armë dhe municion i llojeve të ndryshme. Martesat e hershme të komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian nuk janë problemi komuniteteve, por i shtetit, drejtësisë, problemi të drejtave të njerëzit që cënon të drejtat individuale të fëmijëve dhe të rinjve brenda komuniteteve tradicionale, duke favorizuar të drejtat kolektive. Kjo martesë e hershme u kufizon të miturve, të janëve dhe vajzave, qasje në të drejtat themelore si arsimimi dhe zhvillimi i shëndetshëm sipas moshës së tyre. Kështu u thanë në tryezën e prezantimit të hulumtimit kombëtar mbi martesat e hershme te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i organizatës Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, Isak Skenderi, tha se institucionet hezitojnë që të ndërhyjnë raste të komuniteteve, duke thënë se martesa e hershme është një dështim sistematik. Për shumë kohë, martesat e hershme është trajtuar si një praktikë kulturore. Por duhet të themi qartë, në gjuhën e drejtës ndërkombëtare, ajo është një praktikë tradicionale e dëmshme dhe mbi të gjitha një shkelje e rëndë e të drejtave të panegociueshme të fëmijëve. Se martesat e hershme nuk është një traditë e keqkuptuar, por një dështim sistematik. Institucionet hezitojnë më shumë të ndërhyjnë në raste që ndodhin brenda komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, shpesh duke u fshehur pas varfrisë ose traditës. Mbrojtja e barabartë duhet të nënkuptoj veprim të barabartë, pavarësisht etnisë, vendbanimit apo statusit socioekonomik. Nuk është kultura ajo që shkakton martesat e hershme. Është diskriminimi strukturor, antigjipsizmi sistematik. Ndërsa shefi i zyrës Terdezom në Kosovë, Pajtim Zeqiri, shtoi se duhet të ketë një angazhim më të qartë nga të gjithë akterët institucional. Duhet të trajtohen me prioritet të lartë, sepse kemi të bëjmë me shkelje flagrante të drejtave të
fëmijëve. Prandaj domethënë duhet një angazhim edhe mobilizim më i madh i gjithë aktorëve, qofshin ata institucional. E drejtori i zyrës për qeverisje të mirë në zyrën e kryeministrit, Habit Hajredini, tasë në platformën kombëtare për mbrojtjen e komuniteteve që ka formuar qeveria para 3 vitesh, para 2 jave janë raportuar mbi 5 raste të raportimit të martesave të hershme, duke përfshirë një rast në Mitrovic, që fal reagimit të shpejtë të policisë së Kosovës është parandaluar. Një konsorciumi të përbërë nga 3 organizata, Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, Vorae, Fondacioni Terdezom, TDH, dhe Switch Church Aid, HEKS, në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrisë të Republikës së Kosovës në kuadër të projektit Drejtësia Sociale për Romët, Ashkalive dhe Egjiptianët në Kosovë, që financohet nga Agjencia Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. U kthem në studio për të folur në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë fillimisht me kuvendin, po ashtu do të flasim edhe në lidhje me simpoziumin shkencor me rastin e 636 vjetorit të betejës së Kosovës 1389, ku me mua në studio është zotëri Avdi Gjata, faleminderit shumë që erdhe. Zoti Saliu, faleminderit shumë që erdhe në Infode. Faleminderit ju për ftesën. Dhe miku e emisionit Divrangashi, faleminderit shumë që erdhe në Infode. Faleminderit juve. Kishim nisë me juve zoti Gjata të flasim në lidhje me simpoziumin e përjetorit të rastit të betejës së Kosovës, si shkoi këtë herë manifestimi i simpoziumit? Mas por ju falenderojmë për ftesën dhe për interesimin e juaj të kësaj date të rëndësishme historike. Pastaj i falenderoj edhe ata që u paraqiten me referatet e tyre, me shkrimet e tyre, për ta zbërthyer edhe për ta sqaruar betejën e Kosovës, e cila për fat jetë mirë të popullit shqiptar edhe të vetë Kosovës e qytetarëve të saj, ka dalë dhe kemi ngatruar mendimet dhe idetë nga një pjesë e madhe e qytetarëve, veçanërisht prej atyre të besimit islam, që po mundohen me e kriju një bindje dhe një opinion të qytetarët se Perandëria Osmane apo Turqet Osman pas kanë ardhur ose kanë ardhur për ta civilizuar një popull si është populli i Kosovës. Në krye të kësaj kanë shkuar deri aty saqë edhe vetë Naim Tërnova e shpall si herë Sultan Muratin, kuptimin e asaj se e ka pri dhe ka ardhur dhe ka arrit për të civilizuar, për t'ja shpërndar besimin edhe kulturën, e cila sipas tyre është kulturë që e të kalon kulturën në popullit shqiptar e gjërat e tilla. Të gjendur në këso rrethona dhe këto kushte të cilat jemi momentalisht e veçanërisht ishim para 4-5 vjetë, 5-6 vjetë, atëherë ne, një grup i burrave, djemve, antarë të shoqatës, por përkrahur nga një numër intelektualëve të nivelit të doktorëve shkencës ose të profesorëve të cilët janë profesionalistë për Londën ose kohën e mesme, e morën për obligim dhe detyrë që ta manifestojmë me 15 qershor, sepse betejë e Kosovës u zhvillu me 15 qershor 1389, sipas kalendarit julian. Mirë po, pasi që televizioni edhe Instituti Telebiologjik ishte e diellë, atëherë ata nuk punoheshin për shkak të sallës e shty me 20 maj. E tunia e tubimit e kësaj konferencë o simpoziumi shkencor ka shku nivelin e duhur, me përjashtim mund ta them që interesimi nuk ka qenë shumë i madh, po situata dhe koha në cilën është zhvilluar janë vitet apo koha e pushimit dhe njerëzit i kanë marrë pushimet dhe janë shkuar për të pushuar me familjet e tyre e me fëmijët e tyre. Arsituat një farë mënyre. Po. Kështu që mund të themi që në kumtesat e tyre e lexuan dikon mbi 11 kumtesa që mbos të asaj që ne kemi vendosur një të kohë që këto punime dhe këto kumtesa të lexohen e të bëhen libër
edhe të shpërndohen te qytetarët. E uroj që kjo njësë të jetë mjaftë e mire, sidomos në kohën kur neve po Ne, flasim që nuk e kemi gjendjen tash aq të mirë. kemi prezent edhe Devran Goshin, I cili ishte në kryet punës angazhimit, kemi edhe Sale Salihin, I cili e ndihmoi me punimet e tij, me shkrimet e tina. Prandaj në këtë moment po duam ja jap edhe këtyne fjalën ta shprehën ta dhonë mendimin e Dhe tij. kishim nisë edhe me zoti Salion, I cili është edhe letrar dhe ka shkruar libra për shumë çështje që kanë të bëjnë me Kosovën. Zoti Salio, si e shihni juve Kosovën pas 636 vite të përvjetorit të betejës së Kosovës? A na pret përpara dhe betejë të ardhshme, duke ditur edhe gjendjen në të cilën ndodhemi për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës? Falendershëm për pyetjen edhe për pjesën, por ne në momentin që fillojmë me trajtuar gjërat, vetëm në momentin kur kanë ndodhur ato, ne mendojmë që unë mendoj që aty do të jetë një mungesë e madhe. Për arsye se nëse nisemi në pej kohës kur njeriu filloi me folë fjalë të artikulume, kur e thanë një fjallë që kur thashën e ty diçka ti më kuptove mua, edhe unë kur më thë ti diçka të kuptove ty, aty fillojnë pelazgët. Pas pelazgëve vim deri te Ilerat, pas Ilerëve vim deri te Arbërorët, që është kryesisht mesjeta e shekulli I 10-11 e deri në shekullin e 14-15, edhe pastaj vim deri te na shqiptarët. Është me rëndësi, nuk e di sa na kemi qenë të gatshëm edhe sa kemi ditë na të shfrytëzojmë gjitha këto argumente dhe fakte, që vërtet jo pse na po duam, po tash po e pranojnë edhe bota, që pelazga e Ilirit, arbërorët shqiptarë qenë që ata të cilët ja bunë themelet botës. Pelazga e Ilirit, arbërorët shqiptarë qenë që ata që e kulturun edhe civilizuan botën. Pelazga e Ilirit mund qenë që ata që I krijuan parët, shkaramit dhe parë që na studinjohëm se alfabeti krijuan pelazga e Ilirit e erdhën deri në shqiptarët. Vizatimet e para në për shpella I bëm ne. Shkrimet e para në për librat ndryshme I bëm ne. E tash në këtë aspekt, na kemi 2 data para se me orë dete beteja, unë e që beteja e kalave kështjellave. Pse e them këte? Se beteja, kur zhvillue, aty ka qenë gjitha onë të rrethuar me kalave me kështjella. Ka qenë, njërën onë ka qenë kalaja e Kulinës, tjetër onë ka qenë kalaja e Samadarejës, Vështresë. Ka qenë kalaja e Vështresë. Ka qenë kalaja e Halilashit. Në gjitha onë kjo fushë dhe mund ka qenë e rrethuar me kalo, ku zhvillua ajo, edhe para ta ajo betej duhet edhe historianët, edhe letrarët, se unë e këmë trajtu në 2 aspekti betejën e kalave të kështjellave. Edhe në aspektin mitiko-legjendar dhe të epit, për mes këngëtarit popullor qoftë, kur ka fillu pe Lahutës, e ka orë dete Shtilia, Sharkia, sa në shtu, po e këmë trajtu edhe në aspektin historik, e kje këto. Edhe dhe për me orë dete beteja e Kosovës, neve ja kemi dhonë botës 2 simbolet jashtëzakonshme shumë mëdha. Për me orë dete beteja e Kosovës, ne kemi dhonë 2 gjëra shumë jashtëzakonisht mëdha, me vlerat jashtëzakonshme botës, ja veç vete. Se na ato vlera që I patëm na, vazhdimisht I mundu me ofru edhe tjeve. Ne kemi qenë ata që I mundu me kulturu dhe me civilizu të popull tjere, jo tjetë neve. Tjeve veç kur kanë orë me na shtypë. Dhe mund ja kemi dhonë botës na në Aleksandr I Madh ose Leka I Madh, Aleksandr I Maqedonisë. Ai ka qenë I vetëm këta 2, vetëm Leka I Madh, edhe Justiniani I Madh, ose Justiniani I Parë, të vetmit kanë qenë 2 perandorë që kanë qeverisë botën. Pse e themi e kanë qeverisë botën? E kanë qeverisë botën se Leka I Madh fillimisht artin edhe kulturën edhe civilizimin pelazojlir arbor shqiptar ka shtrinë në kontinente, në Evropë, në Azia dhe në Afrikë. Leka I Madh ka qenë që njeri që ka mund këta që jënë të luftuar sot Amerikanët edhe Izraelit kundër Iranit. Na kemi qenë të parë që kemi mujtë presin. Leka I Madh pikërisht në betejën e Gilgameneve e mund presin edhe arrin me zonë dalën e presi që ka qenë perandori më I fuqishëm në atë kohë, edhe një pjesë që janë bërë, një pjesë ja përshkatën e sa kështu, edhe ai e shtrim ardhën. Leka I Madh ka qenë që njëri që ka në Aleksandrinë, në Egjiptin e sotëm.
e ka kriju bibliotekën më të madhe në botë. Edhe sot e kësaj dite njihet si biblioteka më e njohur në botë është biblioteka e Aleksandrisë. Iku kjo, shkojmë atutje, vim tete Justiniani. Edhe perandori Justiniani, a di ku ka lindë? Ka lindë në fshat rrethet tina, që anë ku u quajt Bederian. Ka qenë qytet shtet. Tash ai ku lind perandori, ku aty ende dhe së dhe kësaj dite janë ngërmadhat e Selisku e ka pos perandori Justinian Selin e vetë. Pasaj ka pos minjerën e sen kështu, edhe dhe mund aj qito artin edhe kulturën, që pej lekës madhë, leka i ma për ditë ka qenë para erës të vitin 321, kur tim dhe imon parti jestër, janë, në qatë ku ka fitu kundër presiset pastaj. Këto Justinian ne kemë në shekullin e 6-7. Historia është e gjatë? Po. E tash, Në vjetë, Kalojmë temën. shkojmë deri tash për tek më gjithë orë deri te betejë e Kosovës. Po them nuk duhet se se na si të fillojmë me shkput gjëra nga njëra tjetër. Çdo shkollë, çdo holt historisë ja heqim nga njëri tjetër, ja kemi heq një pjesë trupit. Ja kemi heq ja kokën, ja dorën, ja këmbën. Po për më orë deri te betejë e Kosovës, dy qëllime ka qenë, s'foku se për këtë mua, po besoj që edhe të tjerëve. Qëllimi kryesor ka qenë që betejën e Kalovë e Kështjellë e kanë bo arbëror shqiptar, kanë dominuar. Mbretërit shqiptar, disa kanë qenë Prica, po Bolshajt, Topijajt, Muzakajt, e këta Kastriot kanë qenë faktikisht mbretëri. Ata tjerë që kanë qenë, që kanë posë në aspekt, edhe ekonomike dhe politika kanë qenë ma pak konsoliduar, ata kanë qenë të Princa. Edhe tash, edhe kjo ka qenë element kryesor, bota e dim më mirë, se sona. Se bota po në thotë që, ku zhvillua betejë e Kosovës? Betejë e Kosovës u zhvillua në Rebri. Edhe po ta bjen kaq afër, sa që po thotë, betejë e Kalovë e Kështjellëve u zhvillua mes lumit Llapet dhe mes lumit Sipnisë. Sikur mos kishte ndodhur kjo, se ka edhe do historian që shpesh herë vend dyshim këtë, po ajo nuk qëndron fare. Se sikur mos kishte ndodhur aty. Unë mendoj që edhe mitet, edhe legjendat dhe prallat, pa pas një bazë mbështese diku s'mund të më krijuar. E lej mo këtu që i kje me emën e mbi emën. Thot, betejë e Kalovë, e Kështjellëve u zhvillua në territorin e Arbërisë. Edhe ato ta bjen kaq afër, ta bjen mes lumit Llap edhe Sipnisë. Edhe ki e kret me emën e mbi emën të gjithë princat që kanë marrë pjesë. Sidomos arbëror, po i ki edhe onën kundërshtare. Megjithatë ka pasur një gatishmëri të gjithë popullit që të luftojnë për një Pa ideal tjetër, ama po duhen këtë rreth më ti përmend me emën e mbi emën. emën. Po shkak të minutazhës e kemi pak të kufizuar kohën. Betejë kanë marrë pjesë Bolshajt e Shkodrës. Kanë marrë Muzakajt e Beratit. Kanë marrë pjesë në Jonimajt e Vlorës. Kanë marrë pjesë gjyshi i Gjergj Kastrioti, kanë marrë Gjergji i Por. Gjyshi dhe më mbova i bas të Gjergj. Edhe këto. Plus kanë marrë pjesë edhe princat shqiptarë. Sa le emisioni është të shkurt për me shpjegu krejt që apo dënë ti. Po jesë po nëse ka mundësi, unë pak një... Duhet të sene që kanë vlerë. Jo, regull, po kësi ka 2 orë emision gjësore. Pjesa kënej ka qenë dhe mund Musa Arbanasi, vetëmi personar që edhe historia dhe me epika janë një se janë një edhe kombin. Vetëm kjo përdor me emën Mojsi Arbanasi, dhe mund. Pas të ka qenë Fërtka e Trepqit, pas të ka qenë për shumë nënë të jugut, ata nuk ka qenë nënë të jugut, për nënë vlazë ka qenë. Edhe Jug Bogdani, që ka qenë një para ars i Pjetër Bogdani dhe një tjerve. Edhe tjetëra që ka qenë aje, ka qenë kryesisht demistifikimi dhe demaskimi i qot i perandorisë turke. Për ata që të mendojnë që ata pas kanë orë të një civilizim i lartë, i jashtëzakonshëm, e pas kanë orë ata pe Azije, Mongol, me shalvare, me sene kështu, me na kulturizuar dhe me na civilizuar neve, që ka qenë e para, që ata s'ka mujt me neve, edhe e dyta ka qenë që serbët kanë kriju mitë të rrejshëm. Pse kanë kriju mitë të rrejshëm, më vitë dhe nëse? Për në lërë në neve sa le të thojmë diska se misioni shkanë,
Na falë. Krejt po do me spjegua, na kemë me thonë. Zoti Saliu pas ka goxha shumë për me folë, besoj që ndonjë ditë do flasim. Jo, është emisioni i shkurtër shumë. Vetëm një fjali, po vetëm edhe pastaj po e përndaj. Çka është puna këtu? Është puna që në atë kohë kur po flasim, elementi islam nuk ka ekzistuar fare këtu. Se leqi s'kanë marrë pjesë në betejën e Kosovës, po nuk ka ekzistuar edhe elementi islam këtë pjesë nëna ushtri prej 1924 e tutje. Aja përpara. Po me gjitha të Serbia çdo ka pasur idenë që të Po për ata fajtuar ne jemi ne. Na jemi fajtuar për ata. Si e kemi dhënë letrën tonë, ja kemi dhënë Serbisë në dorë dhe Serbia ka luftuar edhe Turqia kanë luftuar me letrën tonë. Aty është halli. Përse ta unë po e di që e zgjota pak, por përse ta po duam me hinë mirë kronologjike me çysh kemi orë deri tek kjo betejë e Kosovës. Po. Kush ka qenë pjesëmarrës edhe kush po gjen, kush po rran. Faleminderit jashtëzakonisht shumë për mënyrën se çysh e elaborova gjithë ngjarjen. Zotri Gashi, neve nga parafolësit e tu kuptuam pak a shumë në gjithë kronologjinë e ngjarjes. Unë më shkurt e kisha thonë disa gjëra. Mas pari çështja problemi është demitizimi i mitit serb mbi betejën e Kosovës. Për arsye se ata kanë arrit me komgullin e tyre të jashtëzakonshme, me fuqinë e tyre të pushtetit të atëhershëm që kishin, me gjitha metodat e tyre që dim na i njohim sërbë se si i përdorin, për me mrrin një diçka që s'është e tyre. Domethënë ata kanë shkruar me mira vellime librash për me dëshmu se betejë e Kosovës ishte betejë serbëve me osmanët. Edhe ata, edhe pse kishin të humbur këtë betejën, ata prapë dojnë me marr atributin që ata ishin që e bën këtë betejë dhe kjo betejë u zhvillua në trollin e Serbisë, edhe këta shqiptarë që ekzistojnë sot nuk ishin atëherë, po ishin serbët edhe ky djepi i Serbisë. Ata kanë arrit me realizu një mas të madhe këtë të pavërtet historike, për arsye se ata kanë ndërtu këtu në Gazimestan një kull, edhe vinë investojnë për çdo vjet. Ata kanë mrrimë në i morë kishat ortodokse, edhe i kanë bo pronë të tyre, edhe i kanë, sot edhe po bëhet edhe eksterritorializimi i aty në kishave, e cila është shumë e dëmshme për neve. Mirë, po unë e këmë trajtu në dy aspekte këtë çështje, si po thomë si ma shkurt, se s'po du me u zanu në historisë, unë se një detajet historisë, është problemi se si po e trajtojmë na sot betejën e Kosovës si shtet, si institucione përgjegjëse të kulturës, të historisë, të akademive. Domethënë kjo është emet e madhe jonja, cilën edhe tha dhe Sali i pare që kanë shfrytzuar serbët shumë mirë, edhe shfrytëzojnë edhe sot, edhe ata kanë arrit me vendos mitin e tyre. Po e vërteta është se arbërorët kanë marrë mas më të madhe pjesë në atë luftë, edhe ishin gati kreatorët kryesorë të asaj betejë, e cila u zhvillu, ndërsa në fakt na e humbëm atë vërtet për dy shkaqe, për shkak të neglishencës të pushteteve edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, edhe të institucione përgjegjëse, edhe në aspektin fetar. Aspekti shtetëror është se nuk po bëhet asgjë që të demitizohet e vërteta në thojza e serbëve. Edhe dyta është çështja fetare. Për arsye se na kemi tash një prirje kogja të madhe, edhe një mas të madhe, edhe për i bikut, edhe për krejt që prandori Osmane nuk ishte pushtuese, po ishte qëllimtare. Edhe në këtë aspekt ne po humbim shumë, për arsye se edhe një mas e madhe njerëzve po i besojnë bikut për shkak të besimit të tyre fetar, që e vërteta është kjo, edhe se vetë kreu i bikut thotë se Sultan Murati është shkrimtari i shqiptarëve. Domthonjë se ata na sollën kulturën e tyre, domthonjë kulturën shqiptare na sollën osmanët, se ata na sollën edhe krejt edhe kështu si shqiptarë, etj. Domthonjë krejt të rry na dashnë në çat sesion me i demitizu, edhe po kërkojmë për institucione, thamë edhe atë ditë, po kërkojmë me bani obelisk në aty në që quhet tash Gazimestan, ka edhe emër tjetër, ose që është pjesë, domthonjë, ku duhet të bëhet një obelisk edhe të shënohet ky. Edhe kjo është do të ishte një lloj kurrëzimi, spakut me tregu që na ishim aty, princat arbëror ishin aty që ishin me shumicë. Edhe kjo është pjesë e betejës së tonë, edhe na duhet me ngrit në nivelin që i takon. Kjo është. Gjatë teksa po flasim për propagandën që Serbia zakonisht bën në shtetet e ndryshme për të hedhur sy të gjitha betejave të fituara nga Kosova në shumë herë edhe qoftë diplomatike, qoftë edhe me luftra të cilet kanë bë. Neve sot kemi marrë disa lajme që Serbia po kërkon që të
hap varresat në Kosovë, si thuhet ata që janë bërë krime, lufte, gjatë luftës të cilën ishte bërë në Kosovë në një mënyrë që varresat të cilet çdo herë kërkohen nga ana jonë që të hapen, që të gjeten trupat e pajetë të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë, në një mënyrë dojnë edhe ata që në një mënyrë të viktimizohen se edhe tek ju kemi varreza masive. Si po e shihni juve gjithë këtë propagandë dhe a ka mundësi që Serbia të vendosë trupa në Kosovë vetëm që gjithë kjo mënyrë e propagandës të shkoj deri në fund? Në një farforme jemi në konflikt historik me shtetin e Serbisë. Po jo vetëm historik, në gjitha mënyrat. Edhe tash, veçanërisht kjo, erë duke u acaruar pas ardhjes Miloševićit në pushtet, e për ta forcuar ai, e për ta bindur, për ta mashtruar opinionin serb, ai erdhi në betejën e Kështjella që po dojmë me quajt, po edhe në Gazimestan, ku ju foli për mbi 100.000 qytetarëve sërbë që këshën orë nga troje tjera, që kështë dy qëllime. Një, me bind popullin sërbë që duhet të vdesim për çështjen e djepit Serbisë, dhe dy, për me kriju panik dhe frikë tek populli shqiptar i Kosovës. Kjo është propaganda. E pra njëjtë propaganda është tash, por derisa ne nuk po mundim me u shkoq edhe me kriju edhe me i forcu e finalizu institucionet e shtetit që me funksionu ashtu që duhet e me dëshmu të vërtetat e për me realizu atë që kemi për detyre dhe obligim, atëherë Serbia e shfrytëzon këtë vakum institucional që mungon Kosovë, prandaj para opinionit e paraqet se është një numër i madh i serbëve, jo vetëm luftën e fundit, por edhe para luftës fundit, në Kosovë, të cilën janë ra edhe janë vra për çështjen e Kosovës dhe për çështjen e këtyre troje. Te ne, jo që mundim tash me e kundërshtu këtë ide, këtë mendim, po duhet ta thonë se Ministri Qeku, para 3 javë dite, një muaj dole tha kështu, e kemi nda tenderin, një tender, ku në onë të këti tenderi, ne kemi për qëllim me shku të muzeu ose të lapidarja, që kanë ndërtu sërbë në vitin 1956, edhe ta pastrojmë objektet të borët edhe këtyne. Nuk e di, nuk më tash me kuptu çfarë qëllimi është, po me gjithatë kjo është qëllim tepër edhe është një gabim tepër i madh. Edhe shoqëror dhe institucione. Ata nuk të historisë, qof ministrat, qof njerëz që janë në këtë. Dhe dash vetë organizimi jonë, sepse ne si shoqat nuk tentojmë që me realizu krejt qëllime shkencore, por mungesa e veprimit akademisë, mungesa e veprimit të Ministrisë Arsimit, mungesa e veprimit të Ministrisë Kulturës, ministrive të tjera, atëherë, po na duhet neve si qytetarë, në vend që të mirë me jetën tonë, edhe me familjet tonë, e me punën tonë, të kryjmë detyrat të cilat i kryjmë, të gjitha i kryjmë në mënyrë vullnetare, vetëm për të treguar qytetarëve, sidomos gjeneratave të reja, se realiteti është që kë, po ne nuk jemi duke mujt edhe nuk jemi duke mujt me i realizu qëllimin për të cilat i kemi kriju institucionit edhe për të cilat e kemi detyre dhe obligim. Po du me cekë që mësë me marë shumë ko, atë qka u vendos për shamëll në fund të kësaj. Ne dullëm na me propozimin që aprovume edhe program një të gjithë. Ne mu vendosim që çdo për vjetor të kujtohet betejë e Kosovës me 15 qershor të vitit 1389. Pastaj, dullëm nga të që betejë e Kosovës vitit 1389 të cilësohet si betejë e organizuar dhe zhvilluar nga populli arbër, të cilët betejë si ishin bashkuar edhe disa vullnetarë të popujve të tjerë për dhe. Në tre kemi marrë vendime dhe vendosëm ato e program unanimisht që betejë e Kosovës të vitit 1900 të cilësohet si betejë qendresës gjithë popullore arbrore kundër pushtues Osman. Pastaj kemi edhe këtë propozoj që të gjithë tempujt religjioz islamit krishterë brenda shtetit Kosovës që mbajnë emrat e kriminalëve edhe njerëzve që i kanë shkaktuar udhëhecëve të saj që i kanë shkaktuar popullit
viktima, vrasje, vujtje, krejt, pra të zëvendësohen me emrat që nuk janë kundër kulturës, gjuhës e zhvillimit të popullit shqiptar, edhe ajo e funit pra prej këtyne 5 pika, propozojmë që Sultan Marati i parë e pasardhësit e tij poshtues të vlerësohen sikur se Slobodan Miloševići si personalitete apo si kriminal vrahësës, të cilët kanë bërë krime të vazhdueshme gjatë gjithë sundimit perandërisë osmane, po edhe perandëria ose shteti i Serbisë, edhe kjo ka vazhduar prej vitit 1970 tek nëna, ose prej 45 vazhdimisht ka bërë presion edhe kanë bërë krime mbrana mundësive që i kanë pasur. Po, zoti Gashi, për fund do kisha dashur një mendim tuaj në lidhje me edhe dëshimin e sotëm të seancës konstitutive. A do të kemi vazhdimsi të kësaj situate, apo po i dihet fundi se ku kena me metë neve? Me qenë se dy paraforësit tanë elaboruan jashtëzakonisht mirë gjithë mënyrën e historisë, të qysh kemi neve deri tek çlirimi i kësaj toke mjaft të vlefshme. Çka po bëhet që mos me shku deri në dëm e gjithë kjo vuajtje e popullit tanë dhe të kemi një jetë sa më. Unë në fakt tu po shoh një papërgjegjësi të madhe të politikanëve, të partive politike dhe të këtyre që sot janë në qeveri, në që po thonë jemi në detyrë. Pra është një papërgjegjësi shumë e madhe, shumë neglizhencë e madhe ndaj interesit shtetëror edhe kombëtar. Edhe vazhdimi i këtyre seancave nuk është asgjë tjetër veç kalkulimet e tyre politike, të interesa partijake edhe të lideriste. Për shembull, unë më shumë po them për Albin Kurtin, për arsye se ky ka pozicionin më të fuqishëm, për arsye se është kryeministër që po i thotë vetin detyrë, po kryen 2 funksione në mënyrë antikushtetuese, po edhe këta tjerë që janë përgjegjës për pjesën që kanë mundësi me kontribu që institucionet shtetërore edhe Parlamenti i Kosovës mas parit konstituohet, kur konstituohet Parlamenti normalisht se vinë me radhë gjitha institucionet tjera, formohet qeveria, ose nëse s'ka mundësi spakut, shkurtohet afati i zgjedhjeve të reja tjera që mos me met kështu në apati, mos me met kështu në ajër pa përcaktuar ende kur rrethonat gjeopolitike dhe rrethonat e përgjithshme janë shumë pa përshtatshme edhe janë shumë kërkojnë një kujdes të madh se ku jemi, çka po bëjmë, ka pjamojmë. Kjo është mendimi jam. Edhe mendoj që veç Albin Kurtin përgjithësi në krahasim me tjerë të kanë dorë në këtë çështje për ta zgjidhur ose do ta zgjidh atëherë kur i konvenon atij. Të nderuar shikues, unë duhet me përmbyll këtu këtë intervistë bashkë me ju. Ju faleminderit shumë që gjetët kohë që t'jeni pjesë e Infodesës dhe ndam të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë me betejën e Kosovës dhe luftën që neve kemi bërë për të ardhur këtu sot ku jemi. E di që do kishim edhe shumë për me folë, se është një çështje që kërkon jashtëzakonisht shumë delikatesë në mënyrën e trajtimit të saj, po për shkak të kohës ne duhet ta ndërpresim ty. Faleminderit shumë që Faleminderit shumë zoti Saliu. Neve të nderuar shikues, do të kalojmë të flasim për një temë tjetër që ka të bëjë me gjendjen e ajrit në komunën e Obiliqit. U kthem në studio për të folur në lidhje me temperaturat të cilat do t'i kemi gjatë kësaj jave. Me mua në lidhje direkte është Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Zoti Aliu, faleminderit shumë që pranuat, që t'jeni pjesë e Infodes. Mindesofsh, është kënaqësi. Zotri Aliu, neve bëm një parahyrje pra si do t'jenë temperaturat gjatë kësaj jave në Kosova, do t'kemi ngritje të temperaturave me qenë se ende jemi në qershore dhe si duket na presin ditë nxehta. Po, kjo javë do t'jetë relativisht e nxehtë, pasi që temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 18 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 27 deri në 35 gradë Celsius. Duke filluar nga sot, minimale është e 10 deri në 12 gradë, do të thonë në gjithë territorin e Kosovës, kurse maksimumet e ditës do të lëvizin nga 27 në viset e larta malore deri në 31 në viset e ulta. Dita e martës do të jetë kryesisht me diell me temperatura minimale nga 10 deri në 14 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 28 deri në 32 gradë Celsius. E mërkura pa shihet të jetë kryesisht me diell,
me temperatura minimale nga 13 deri në 18 gradë, kurse maksimalet e ditës nga 28 deri në 33 gradë Celsius. Dita e te parashihet e dita më e nxehtë e kësaj jave, pasi që temperaturat minimale do të jenë nga 12 deri në 18 gradë Celsius, kurse maksimalet nga 31 deri në 35 gradë Celsius. Të premten, moti do të jetë mëngjesi do të jetë kryesisht me diell, pastaj do të kemi vranësira kryesisht përreth relevit malor. Vranësirat në pjesën e dytë të ditës do të densëhen duke krijuar kushte për stuhi lokale, do të thotë parashihet kemi stuhi lokale. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 12 deri në 18 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 30 deri në 34 gradë Celsius. Indeksi UV do të jetë i lartë, prandaj këshillohet të respektohen këshillat e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, që nga ora 9 apo 10 diku në mëngjes deri në orën 17 pas ditët, mos ekspozohemi rrezeve direkte të diellit, sidomos fëmijët dhe njerëzit në moshë dhe ata që kanë probleme me sëmundje kronike. Pra do të na presin ditën nxehtë, do vazhdojë edhe gjatë javës tjetër që do vijë përveç kësaj javës, këto temperatura do të rriten vazhdimisht, meqense jemi duke shkuar ka muajt e nxehtë. Po, temperaturat gjithnjë do të jenë në rritje, do të kemë intervalet të ditëve ku do të jenë temperaturat pothuajse të ngjashme, do të thotë 33-34 aty diku, por që nuk parashihet kemi rishje shiu përveç të premtës, edhe këto do të jenë lokale në formë stuhish dhe me era lokalisht të forta, kurse ditët tjera do të jenë kryesisht me diell. Po flas për 10 ditë të ardhshme, pastaj pas 10 ditëve nesërisht bëjmë parashikimet e reja. Zotri Alion, ju faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë e Infodesë, ndam të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë me gjendjen e motit në vendin tonë. Me ndërqash punëbar. Ne patëm zotëri Besim Alion nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës në lidhje direkte, ku na njoftoi në lidhje me temperaturat që na presin gjatë kësaj jave, po e ripërsërisim edhe një herë që duhet pasur kujdes të mos dalim atëherë kur është piku i nxehtit deri në orën 17, të shmangemi daljes në diell, sidomos për fëmijët dhe njerëzit që janë në mbi moshën 65 vjeçare, atëherë kur është më rrezik ekspozimi i tyre. Neve, këtë ndëruar shikues, të përmbyllim edhe këtë emisione, do të shihemi nesër në po të njëjtën kohë. Ju faleminderit për vëmendje.